Ai, sikur ta parathoshte që historia nuk do të kishte një fund të lumtur. Maria heshti për disa çaste, gishtat e saj ndalën së përkëdheli flokët e Gabrielit. Kur foli sërish, zëri i saj ishte i ngarkuar me një dhimbje të vjetër, të thellë. Babai im pati një goditje në tru në moshën 52 vjeçare. Ishte e papritur dhe shkatëruese. Nga një ditë në tjetrën, dirigjenti që drejtonte një orkestër me 80 muzikantë nuk ishte më në gjendje të mbante asnjë lugë vetë. Atmosfera në dhomë ndryshoi menjëherë. Eduardo e kuptoi se nuk po dëgjonte thjesht një rrëfim mbi formimin profesional të Marias, por një tragjedi të thellë personale. Nëna ime ra në një depresion të rëndë, vazhdoi Maria. Të shihte burrin që donte, partnerin e saj në muzikë dhe në jetë, të reduktuar në një njeri të varur nga të tjerët për gjithçka, ishte tepër për të. Ajo ndaloi se luajturi muzikë, ndaloi se ushqyeri veten siç duhet, ndaloi se jetuari. Gabriel u lëviz lehtë në prerin e saj, sikur ta ndjente trishtimin në zërin e Marias. Ajo e ndryshoi menjëherë tonin, duke e bërë më të butë, që të mos e shqetësonte. Unë isha 22 vjeçe dhe kisha kontrata të nënshkruara që më garantonin një karrierë ndërkombëtare. Por kisha edhe një familje të shkatëruar dhe prindër që kishin nevojë për kujdes të plotë. Nuk kishte zgjidhje tjetër. I anulova të gjitha kontratat, refuzova çdo ofertë dhe u ktheva në Porto Alegre për t'u kujdesur për ta. Eduardo filloi të kuptonte për masën e sakrificës. Një karrierë ndërkombëtare si pianiste klasike ishte diçka që shumë pak njerëz në botë arrinin ta kishin. Maria kishte hequr dorë nga gjithçka për familjen. Për 7 vjet u kujdesa për prindërit e mi. Babai kishte nevojë për fizioterapi, terapi të folurit dhe ilaçe jashtëzakonisht të shtrenjta. Nëna kishte nevojë për ndjekje psikiatrike dhe medikamente të kontrolluara. Sigurimi shëndetësor nuk mbulonte as gjysmën e trajtimeve. Shita pianon time. Shita partiturat e ralla që kisha mbledhur me vite. Shita gjithçka që kishte ndonjë vlerë. Maria ndaloi për një çast, sikur fjalët që do të vinin më pas të ishin veçanërisht të dhimbshme. Për të paguar trajtimet, fillova të punoja duke dhënë mësime private pianoje për fëmijë të familjeve të pasura. Ishte ironike. Unë, që mund të isha duke luajtur në skenat më prestigjioze të Evropës, po mësoja shkallë bazë për fëmijë biznesmenësh që e shihnin pianon si një hobi elegant. Eduardo ndjeu një shqetësim të çuditshëm. Ai vet ishte pikërisht tipi i njeriut që do të paguante mësime pianoje për Gabrielin vetëm për status, pa e vlerësuar vërtet artin apo mësuesin. Por mësimet private nuk mjaftonin, vazhdoi Maria. Shpenzimet mjekësore rriteshin çdo muaj. Babai pati komplikime të tjera. Nëna u shtrua 2 herë në spital pas përpjekjeve për vetvrasje. Fillova të punoja në 2, madje 3 punë të ndryshme. Jepja mësime në mëngjes, pastroja zyra pasdite, luaja piano në evente natën. Historia po shndërrohej në një portret shkatërues të mënyrës se si rrethanat e jetës mund ta ndryshojnë plotësisht fatin e një njeriu. Eduardo, që gjithmonë kishte besuar se suksesi ishte vetëm rezultati i kompetencës dhe përpjekjes, po përballej me realitetin se ndonjëherë jeta thjesht shembet, pavarësisht talentit apo përkushtimit. 5 vjet më parë, nëna ime e humbi përfundimisht betejën me depresionin, tha Maria, me zërin pothuajse një pëshpëritje. Ajo nuk mundi më ta duronte të shihte baban në atë gjendje dhe familjen tonë të shkatëruar. Mori një dozë të tepruar ilaçesh antidepresive një natë dhjetori. Gabriel bëri një tingull të butë dhe e përqafoi krahun e Marias, sikur ta dinte se ajo kishte nevojë për ngushëllim. Eduardo heshti, pa ditur çfarë të thoshte përballë një dhimbje e kaq të thellë. 6 muaj më vonë, babai im vdiq nga një tjetër komplikim i goditjes. Mendoj se, në një farë mënyre, ai vdiq nga zemra e thyrë. Nuk mundi të jetonte pa të. Maria mori frym thellë para se të vazhdonte. Në moshën 29 vjeçare mbeta krejtësisht vetëm në boll. Me borxhe spitalore mbi 100.000 real, pa shtëpi, sepse e kisha hipotekuar për të paguar trajtimet dhe pa asnjë perspektivë. I gjithë formimi im muzikor duke i padobishëm përballë nevojës bazë për të mbijetuar. Eduardo po fillonte të kuptonte pse një pianiste e formuar në Gjermani po pastronte shtëpinë e tij. Por historia ende nuk kishte mbaruar. Ishte atëherë kur njoha Julian, tha Maria. Dhe për herë të parë që kur kishte filluar të tregonte historinë e saj, një buzëqeshje e vërtet ju shfaq në fytyrë. Julia? Pyeti Eduardo. Vajza ime, u përgjigj Maria thjesht.
Eduardo ndjeu sikur kishte marrë një grusht në stomak. Maria kishte një vajzë. Në 3 vjet që ajo punonte në shtëpinë e tij, ai kur nuk kishte pyetur nëse ajo kishte familje, fëmijë, ëndra. Për të, ajo ishte thjesht një punonjëse. Julia është 12 vjeçe tani, vazhdoi Maria, fytyra e saj duke u ndriçuar. Është personi më inteligjent që njoh. Është në vitin e 7 në shkollë publike, por ka nota që do ta turpëronin çdo nxënës të shkollave private. Ëndërron të bëhet mjeke. Kur zbulova se isha shtatzën, sapo kisha humbur prindërit dhe jetoja në një bujtim të lirë në qendër të Porto Alegres. Babai Julian ishte një muzikant që e njoha gjatë një prej punëve të natës. Kur mori vesh për shtatzënin, u zhduk. Nuk e pash më kurrë. Gjatë shtatzënisë punova deri në ditën e fundit që munda. Pastroja shtëpinë në mëngjes, jepja mësime private pasdite, luaja në festa natën. Kurse nja çdo qindark që Julia të linte me ndihmë mjekësore të denjë. Kur ajo lindi, i premtova se, pavarësisht çfarë do të më duhej të bëja, ajo do t'i kishte mundësitë që jeta mi kishte mohuar mua. Eduardo po e shihte Marian me sy krejtësisht ndryshe. Dhe ishte pikërisht në atë moment që Maria da Conceição zbuloi sekretin më tronditës nga të gjithë, diçka që do ta bënte Eduardon të vinte në dyshim jo vetëm paragjykimet e tij, por të gjithë kuptimin që kishte për atë që me të vërtetë ka rëndësi në jetë. Ajo që Maria tregoi më pas ishte aq e fortë, saqë do ta ndryshonte përgjithmonë marrëdhënien mes tyre dhe të ardhmen e Gabrielit. Ajo që Maria zbuloi e la Eduardon plotësisht pa fjalë. Maria e shikoi drejt e në sy Eduardon, sikur po vlerësonte nëse ai ishte vërtet i përgatitur për atë që ajo do të thoshte. Gabriel vazhdonte të qëndronte i strukur në prerin e saj, plotësisht i qetë, diçka që Eduardo rrallë e kishte parë te i biri. Zoti Eduardo, filloi Maria me një zë edhe më serioz se më parë. Ajo që do t'ju tregoj tani ndoshta do të ndryshoj mënyrën si e shihni gjithçka. Mua, Gabrielin dhe atë që do të thotë vërtet të kujdesesh për një fëmijë të veçantë. Eduardo ndjeu një ankth të rritej brenda tij. Diçka në tonin e Marias i tregonte se kjo zbulese do të ishte edhe më e fortë se gjithçka që ajo kishte ndarë deri atëherë. 2 vjet më parë, kur Gabrieli ende ndiqej nga doktoresha Fernanda, neuropsikologjia që ju kishit punësuar, vazhdoi Maria, ajo më kërkoi të flisnim privatisht. Ju ishit duke udhëtuar për në Londër, a ju kujtohet? Eduardo e kujtonte vagëllimthi atë udhëtim. Ishte një negociat e rëndësishme që kishte zgjatur 2 javë. Po, më kujtohet. Doktoresha Fernanda ishte e shqetësuar për zhvillimin e Gabrielit. Ajo tha se, pavarësisht të gjitha trajtimeve të shtrenjta, ai nuk po përparonte siç pritej. Dukej sikur ekzistonte një pengesë emocionale që asnjë nga metodat konvencionale nuk po arrinte ta kapërcente. Eduardo rudhi ballin. Doktoresha Fernanda nuk ja kishte përmendur kurrë këtë. Çfarë lloj pengese? Pyeti ai. Braktisje emocionale, u përgjigj Maria thjesht. Fjalët e saj e goditën Eduardon si një te impreh. Gabrieli nuk po përparonte sepse ndjente mungesën e një lidhje emocionale të qëndrueshme me figurën atësore. Ai kishte nevojë për më shumë se sa terapist profesionist, kishte nevojë për dashuri, vëmendje dhe prani të vazhdueshme. Eduardo ndjeu fytyrën tij nxehej. Unë gjithmonë kam punësuar profesionistët më të mirë për Gabrielin. Gjithmonë i kam dhënë trajtimin më të mirë që parat mund të blejnë. Po, por nuk i keni dhënë kur pranin tuaj, u përgjigj Maria, pa asnjë agresivitet, vetëm me një trishtim të thellë në zë. Doktoresha Fernanda më pyeti nëse kisha përvojë me fëmijë të veçantë, nëse mund ta ndihmoja Gabrielin në një mënyrë më personale. Eduardo po fillonte të kuptonte se marrëdhënia mes Marias dhe djalit të tij ishte shumë më e thellë nga sa kishte imagjinuar. Ishte atëherë kur i tregova për Julian, vazhdoi Maria. Eduardo e kuptoi se kishte edhe një shtresë tjetër të historisë që ai nuk e njihte. Çfarë lidhje ka Julia me këtë? Maria mori frym thellë, sikur zbulimi që do të vinte ishte më i vështirë nga të gjithë. Zoti Eduardo, Julia është gjithashtu autiste. Eduardo ndjeu sikur bota u ndal. Si kështu? Vajza ime u diagnostikua me autizëm të lehtë kur ishte 4 vjeçe. Për 8 vjet kam studiuar, kërkuar, jam specializuar në teknika zhvillimi për fëmijë në spektrin autik. Jo përmes një formimi akademik formal, por nga një nevojë e dëshpëruar për të ndihmuar vajzën time. Zbulimi e goditi Eduardon si një tsunam. Maria nuk ishte vetëm një pianiste e formuar që ishte bërë pastruese.
Ajo ishte edhe një nën që ishte bërë eksperte në autizëm nga dashuria për fëmijën e saj. Prandaj e kupton Gabrielin në një mënyrë që askush tjetër nuk e kupton, murmuriti Eduardo. Saktësisht, konfirmoi Maria. Unë e njoh tek Gabrieli të njëjtat modele që kam vërejtur tek Julia. Mënyrën si ai reagon ndaj muzikës, si kërkon lidhje emocionale përmes stimujve ndijor, si mbyllet në vetvete kur ndihet i kërcënuar ose i pakuptuar. Gabriel bëri një tingull të butë dhe e shikoi Eduardon, sikur ta dinte se po flisnin për të. Për herë të parë, Eduardo e shikoi vërtet në sy të birin dhe u përpoq të shihte atë që shihte Maria. Doktoresha Fernanda më kërkoi të punoja me Gabrielin në mënyrë jo formale, vazhdoi Maria, të përdorja teknikat që kisha zhvilluar me Julian. Por më bëri të premtoja se nuk do t'ju a tregoja juve, sepse mendonte se nuk do ta pranonit kur që një pastruese mund të dinte më shumë për djalin tuaj se sa profesionistët që po paguanin. Eduardo ndjeu një përzierje zemërimi dhe turpi. Zemërim sepse neuropsikologjia e tij kishte vepruar pas shpinë. Turp sepse e dinte që ajo ndoshta kishte të drejtë për reagimin e tij. Për 2 vjet, tha Maria, kam punuar me Gabrielin çdo ditë. Jo vetëm si pastruese, por si terapiste jo formale. Kam përdorur muzikë, vallëzim, lojra ndijore, teknika alternative komunikimi. Gjithçka që mësova duke ndihmuar Julian dhe që funksionoi. Eduardo kujtoi të gjitha përmirësimet e vogla te Gabrieli që ai ja kishte atribuar terapive jashtëzakonisht të shtrenjta. Funksionoi, konfirmoi Maria. Gabrieli zhvilloi aftësi komunikimi, filloi të tregonte më shumë afeksion, u bë më i qetë dhe më i hapur. Por i gjithë progresi ju atribua terapistëve që ju po paguanit, jo pastrueses që po bënte punën e vërtetë. Eduardo po e kuptonte për masën e situatës. Për 2 vjet, personi që po ndihmonte realisht djalin e tij ishte ajo që ai e konsideronte thjesht një punonjëse shtëpie. Pse nuk ma tregove kur? Pyeti ai. Sepse e di si mendojnë njerëz si ju, u përgjigj Maria me një dhimbje të vjetër në zë. Nëse do ta dinit që një pastruese po luante rolin e terapistes me djalin tuaj, do të më pushonit menjëherë. Do të preferonit të paguanit mira çdo muaj për profesionistë të certifikuar sesa të besonit se një grua e varfër mund të kishte diçka me vlerë për të ofruar. Eduardo donte ta mohonte, por e dinte që Maria kishte të drejtë. Por 3 muaj më parë, vazhdoi ajo, situata ndryshoi. Si kështu? Maria e shikoi Gabrielin me një butësi që Eduardo nuk e kishte parë kur të drejtuar ndaj djalit të tij. Gabrieli filloi të më quante nën. Eduardo ndjeu sikur ishte goditur nga rrufeja. Ai çfarë? Jo hapur, u shpjegua shpejt Maria, duke parë tronditjen në fytyrën e tij. Jo në një mënyrë që të tjerët ta vërejnë. Por në momente private, kur jemi vetëm, ndonjëherë ai përshpërit mami kur kërkon vëmendjen time ose bën gjeste që kam mësuar t'i njoh si ekuivalentin e kësaj fjale. Eduardo qëndroi në heshtje për disa minuta, duke përpunuar këtë informacion shkatërues. Djali i tij po e quante një grua tjetër nën. Zoti Eduardo, tha Maria me zë të butë, unë kur nuk e kam nxitur këtë. Gjithmonë jam përpjekur ta ridrejtoj, t'i kujtoj se ju jeni baba i tij dhe se unë jam vetëm Maria. Por për Gabrielin, unë përfaqësoj figurën e qëndrueshme amtare që ai e humbi 2 vjet më parë. Eduardo mendoi për bashkëshorten e tij të ndjer, Carmen. Ajo kishte vdekur kur Gabrieli ishte vetëm 6 vjeç, në moshën kur ai kishte më shumë nevojë për stabilitet emocional. Eduardo, i përpir nga dhimbja dhe puna, ishte larguar edhe më shumë nga i biri. A e zëvendësove Carmen në jetën e tij? Tha Eduardo, më shumë për vete se sa për Marian. Unë mbusha një boshllëk, e korrigjoi Maria, por kur nuk mund ta zëvendësoja nënën që ai humbi, as nuk do të doja të zëvendësoja baban që ai ka, nëse ai baba do t'i lejonte vetes të ishte i pranishëm. Kritika ishte e qetë, por e saktë. 2 javë më parë, vazhdoi Maria, ndodhi diçka që më trembi shumë. Gabrieli pati një krizë të fortë ankthi një mëngjes kur unë u vonova në punë. Julia kishte pasur një krizë autistike gjatë natës dhe më duhej ta çoja në spital. Mbërrita këtu në orën 10 në vend të 7, si gjithmonë. Dadoja e mëngjesit më tha se Gabrieli kishte kaluar 3 orë duke u lëkundur në qoshe të dhomës, duke qarë dhe duke përsëritur tinguj që ajo nuk arrinte t'i kuptonte. Kur mbërrita dhe ai më pa, u hodh në krahët e mi dhe nuk më la për 2 orë. Eduardo po e kuptonte se varësia emocionale e Gabrielit ndaj Marias ishte shumë më e thellë nga sa kishte menduar. Ishte atë ditë që e kuptova se situata ishte bërë e paqëndrueshme, tha Maria.
Gabrieli po zhvillonte një varësi emocionale ndaj meje që nuk ishte e shëndetshme, duke pasur parasysh se unë jam vetëm një punonjëse që mund të pushohet nga puna në çdo moment. Mendove të largoheshe? Pyeti Eduardo. Po, pranoi Maria, por mendova edhe për Julian, për shkollën e saj, për apartamentin që arrim të paguajmë, për stabilitetin financiar që ky punë më jep. Dhe mendova për Gabrielin, për atë që do t'i ndodhte nëse unë thjesht do të zhdukesha nga jeta e tij. I detyruar të përballej me një realitet kompleks, ku nuk kishte zgjidhje të thjeshta, ajo mori një vendim të vështirë. Pikërisht atëherë mora një vendim që mund të më kushtoj punën, tha Maria, duke e parë Eduardon drejt në sy. Vendosa t'ju tregoj të gjithë të vërtetën, edhe pse e di që kjo mund të nënkuptoj largimin tim nga puna. Sepse Gabrieli meriton një baba të pranishëm dhe ju meritoni të dini kush është vërtet djali juaj dhe çfarë I nevojitet. Eduardo heshti, duke përthithur guximin që kërkonte një vendim I tillë. Maria po rrezikonte stabilitetin financiar, të ardhmen e vajzës së saj, gjithçka vetëm për ndershmëri. Por ajo nuk kishte mbaruar ende. Ka edhe diçka tjetër që duhet ta dini, shtoi ajo me një ton edhe më serioz. Ilia dëshiron ta njohë Gabrielin. Eduardo u befasua. Maria shpjegoi se gjatë 2 viteve të fundit kishte ndarë me vajzën e saj teknikat që përdorte me Gabrielin dhe se Ilia, e cila ishte gjithashtu autike, kishte zhvilluar një pjekuri emocionale të jashtëzakonshme. Ajo kishte një intuit të natyrshme për të ndihmuar fëmijë të tjerë në spektër dhe dëshironte të ishte shoqja e veçantë e Gabrielit. Fillimisht, Eduardo ndjeu frikë. Nuk donte ta ekspozonte djalin ndaj të panjohurve. Por më pas kuptoi se Maria nuk ishte e panjohur. Ajo e njihte Gabrielin më mirë se kushdo tjetër. Kur telefoni ra përsëri për një videokonferencë të rëndësishme biznesi, Eduardo e mbylli pa u përgjigjur. Biznesi mund të presë, tha ai. Sot kuptova se ka gjëra më të rëndësishme se paratë. Për herë të parë në jetën e tij, ai e ndjeu këtë të vërtetë. Dua ta njoh Ilian, tha ai pa pritur. Nëse ajo dhe ti dini diçka që unë nuk e kuptoj, dua të mëson. Pastaj bëri një pyetje që I doli nga një vend I thellë dhe I pambrojtur. Çfarë mendimi ke sinqerisht për mua si baba? Maria hezitoi, por më në fund foli. Ju jeni një njeri I shkëlqyer, por si baba, keni frikë nga djali juaj. Frikë të mos dështoni. Frikë të mos jeni I mjaftueshëm. Prandaj ja keni deleguar dashurinë profesionistëve. Fjalët e saj ishin të dhimbshme, por të vërteta. Gabrielit nuk I duhet një baba perfekt, vazhdoi ajo butësisht. I duhet një baba I pranishëm. Po nëse nuk di si të jem, pyeti Eduardo me zë të dridhur. Atëherë mëson, u përgjigj Maria. Ashtu si mësove të ndërtosh një perandori. Në atë çast, Gabrieli e shikoi baban e tij drejt në sy. Eduardo pa në to jo një problem për t'u zgjidhur, por një shpirt të pastër që kërkonte lidhje. Si të filloj? Qëndro, tha Maria. Nesër në mëngjes, mos ik menjëherë në zyrë. Mëso rutinën e tij. Uluni pranë tij. Autizmi ka nevojë për siguri dhe parashikueshmëri. Pastaj, Maria I foli për muzikën. Gabrieli e donte pianon, veçanërisht Clair de Lune. Nëse Eduardo ulej pranë tij ndërsa ajo luante, djali do ta lidhte praninë e të atit me momente të lumtura. Eduardo kuptoi për herë të parë vlerën e vërtetë të pianos së tij. Më vonë, ai ofroi Maris një kontratë të re. Jo më si pastruese, por si kujdestare e specializuar dhe terapiste zhvillimi për Gabrielin, me një pagë të drejtë dhe përfitime edhe për Ilian. Maria shpërtheu në lot, e prekur nga njoja dhe digniteti. Ka një kusht, shtoi Eduardo. Duhet të më mësosh gjithçka që di për djalin tim. Në atë moment, Gabrieli ju afrua, e preku Marin në fytyrë dhe më pas I zgjati dorën babait. Babi, tha ai qartë. Eduardo e përqafoi fort dhe kuptoi se nuk kishte asgjë më të rëndësishme se ai çast. Më vonë, Maria luajti përsëri në piano. Gabrieli u ul në dysheme pranë saj dhe këtë herë Eduardo u ul pranë djalit të tij. Shtëpia u mbush me muzikë, emocione dhe një ndjenjë të re, familje. Gabrieli buzëqeshi dhe tha përsëri, babi. Jam këtu, u përgjigj Eduardo me lot në sy. Dhe nuk do të largohem më. Në atë shtëpi, 3 jetë u transformuan. Eduardo kuptoi se pasuria e vërtet nuk matet me para, por me dashuri. Maria rifitoi dignitetin dhe shpresën për ëndrat e saj. Dhe Gabrieli, më në fund, gjeti atë që I kishte munguar më shumë,
një baba të pranishëm dhe një familje që e donte ashtu siç ishte.